se jemi pak në sheshe dhe në përgjithësi afrojnë me pak ndruajtje, se këtu me sa kuptova është edhe administrata e kësaj zone. Parafolësit folën shumë për sindikatat, folën shumë për punëtorët, me të drejtë. Unë jam një nga sindikalistët e krijimit në call center, në sektorin e call center në Durrës, ku arritëm të krijonim një grup shumë edhe fort të mirë, por për shkak të pandemisë pasaj gjërat u zbehen, siç dihet në Shqipëri, kush është me të drejtën e vet, gjithmonë sulmohet dhe nuk i jepet ajo e drejtë. Jetojmë në Shqipëri, në zemrën e Evropës, siç e thash edhe pak para ditë, pak ditë në Durrës. Ndoshta në vendi më i mrekullueshëm për diellin, për ajrin, për tokën, për detin, por vendi më i keq përdorur në rang të paktën evropian, mos themi edhe në nivel botror. Sot është dita e punëtorëve, një ditë shumë e shenjtë. Ne në Durrës paradite me çunat dhe gocat e Durrësit bëjmë një akt demonstrativ para inspektoratit punës dhe pash njerëzit ndaleshin për ç'a jini, për ç'a flisni dhe na jepnin kurajo të vazhdojmë akoma më tej. Në Shqipëri nuk flet asnjëri për këto punëtorët e famshëm. Sot me sa kuptova, kush punon në administratë ishte pushim, kurse pjesa më e madhe e sektorit privat ishte në punë. Pa është data 1 maj fest për të gjithë punëtorët, edhe jo për të privilegjuarit, edhe për ata pak që punojnë në administrat janë në, siç e tha dhe parafolësi, në përdarka në dreka. Jo se nuk kanë drejtë dhe në përdarka në dreka, po duhet ta kenë të gjithë të drejtën e pushimit në ditën e punëtorëve. Dita e punëtorëve ndoshta nuk është për pushim, është për të demonstruar, është për të ngritur zërin, të vemi atje përpara atyre zyrave, përpara atyre institucioneve që punëtori në këtë vend jo vetëm nuk i japin atë që takon, po gati e çojnë poshtë këmbës, i ulin, duan t'i morrin edhe të pak dinjitet që punëtori me djersën e tij punon për ti. Unë do të kërkoja diçka simbolike nga të gjithë pjesëmarrësit, edhe pse jemi pak në terren të hapur, për të gjithë ata punëtor, jo më larg se një muaj, një tjetër punëtor i minierave vdiq, la fëmijë, la familje. Do të doja sikur pak sekonda heshtje për gjithë ata që kanë dhënë jetën në vendin e punës. Faleminderit. Të flasësh për sindikatat në Shqipëri, siç tha më pak më para, është pak e utopi. Njerëzit duhet kuptojnë vetëm një diçka. Vetëm forcën që kanë duhet ta ushtrojnë, jo me dhunë, jo me anarki, por me ligj, sipas kodit të punës. Vetëm thjesht të aplikohet kodi i punës që sot punëtori do të ishte shumë herë më mirë i paguar, shumë herë më me një dinjitet dhe do kishte mundësinë të bënte ato pak fushime që një punëtori i takoj. Ky vend është i keq përdorur nga të gjithë, edhe për pensionistët, për ata njerëz si Xhaçaniu që pak më para tha, këtu kam edhe një histori shumë nostalgjike për jetën time, që kanë ndërtuar këtë vend dhe sot marrin 110 apo 150 në rastin më të mirë 200. Flas për masën, jo për disa të privilegjuar që mund të marrin edhe pensionet më të larta. Të japësh sot një pensionisti 90.000 lekë apo 150.000 lekë nuk është degradim. E thash edhe në Durrës, është krim kundër njerëzimit, sepse shpirti i gjallë me 200.000 lekë nuk mbahet. Të gjithë sot dalin politikan të vjetër e të rinj e thonë do bëj minimumin jetik dhe pensionet minimumi 200. Lëvizja Bashkë ka 2 vjet e gjysmë që ka çuar një projekt ligj në parlament. E kishin aty, mund ta votonin edhe pa praninë tonë brenda. Asnjë nuk e mori atë mundim që mund ta kalonin si ligj. Kurse sot e nxjerrin si flamur të madh do t'i japim 200. Sot thjesht për teknik lag është 210-220 minimumi jetik në kalkulimin e profesionistëve. Nuk është me 200, duhet ta azhornojmë pak këtë. E kanë atje edhe projekt ligji. Unë nuk dua të zgjatem më shumë sepse jemi goxha që po flasim, por uftoj vetëm me diçka. Flisni me njerëzit tuaj, flisni me dashamirësit tuaj, me familjarët tuaj. Në datën 11 ta lëmë një tifozlikun për të vjetrat dhe të votojmë pak vetëm me logjik. Ne nuk kemi nevojë për rotacion, ne kemi nevojë për ndryshim.
ndryshim të vërtet, me njerëz të ndershëm, me njerëz punëtor, me njerëz që do u përgjigjen njerëzve që do t'i çojnë në parlament, jo atyre që do u përgjigjen oligarkëve apo për ligjet që duan të bëjnë për hesab të vet. Ju falenderoj dhe ju ftoj të gjithë të votoni numrin 2 në 11.